Unë e kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nëse do shkelin në Amerikë, unë kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nuk do ketë bilet kthimi. Nuk do ketë bilet kthimi për vetëm arsye sepse tash drejtësia amerikane nuk është si drejtësitë e tjera, të cilat të lejon e të bën, tash rasti Maduros nuk do të gjykoj absolutisht asgjë, por rasti Maduros, domethënë marrja e tij e një presidenti në detyrë. Tash I lejmë të gjitha I lishëm, I palishëm, kjo ishte president I lishëm apo I palishëm, e njohim se njohim, ka vjedhur, s'ka vjedhur. Po marrjen detyrë e një presidenti dhe nxjerrja para drejtësisë amerikane do thotë se Rama do të shkojë dhe nuk do kthehet më. Domethënë do të marrë akuzën, do merret si I pandehur. Mos harroni se ka është pavarësisht se këtu është vetëm çështja me Gonigal apo Sinaloa, e dyta është më e rëndë se e para, por kemi edhe atë dosin Bilali, nëse ju kujtohet kur Rama ishte në Amerikë, ai është dënuar, Rama nuk I hyri gjë në këmbë. Por ajo që është kryesorja është sepse edhe pjesa tjetër pastaj që duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër që Rama ka një pasuri në Amerikë. Jo vetëm vilën luksoze që ka, po edhe kompanitë që ka, dhe vilet edhe apartamentet që ka në New York, në Bahaj ku ka në Bahama ku ka dhe parat në bankën e Sorosit. Të gjitha janë, unë u kam thënë që të gjitha janë të konfiskuar. Tashmë atje është bllokuar, domethënë edhe pasuria e tij është bllokuar, kështu që ai do të shkojë dhe do të përballet aty se nuk ka nga lëvizëm më. Pra, politika e Trumpit kur dha atë për 90 ditë dua që Ballkani domethënë të bëjë gjithë atë rifreskimin themi, të nxjerrë të gjithë inventaret të saj, këta nuk e morën seriozisht, siç nuk e morën seriozisht qoftë edhe Vandelini, qoftë edhe Mërci apo Macroni apo këta kur Trumpi goditi, jo goditi, po paralajmëroi atë Europën, duke thënë me çështjen e refugjatëve, me politika që po ndiqni, kujdes me NATO, duhet pagunin lekët, këta vazhdonin akoma, derisa ka ardhur kjo situatë sot në Europë, ku bën pjesë edhe Rama, në korrupsionin e Europës ku bën pjesë edhe Rama, patjetër sepse tash ky është ai portavoce e Sorosit, I caktuar I Sorosit për Europën. Kështu që ky Rama patjetër shkon edhe si lider I Sorosit në Europë, jo vetëm për këto afera që ka bërë. Po ajo që është më kryesorja, që unë kam ngulur gjithmonë që është e pamundur që të prekësh sigurinë e Amerikës dhe mos gjykohesh. Kjo ishte nonsens. Kështu që jo pa qëllim ju thoja që deri në fund vitit do të mbyllet kjo histori. Kështu që Rama do të shkojnë, për sa kohë shkon ju e keni vënë edhe në SPAK kur shkojnë, nëse është person ndjeni ikën pa avokat merr ndjeni për atë çfarë diti deklaron dhe pastaj nëse je person në hetim apo merr akuzë, patjetër do thotë do radhës tjetër do vish me avokatin sepse do marrësh akuzë. Kjo është ajo që Rama ka bërë dhe ka anashkaluar, ajo letërporosia që Rama para një viti e gjys, që Rama si erdhi një letërporosie dhe Rama nuk e deklaroi, ajo që unë I thosha Ramës hape atë zarfin çka ka mrenë, na trego çka ka mrenë. Pra, pyetjet e Ramës janë bërë. Ndjenin time të gjithë pyetjet çka ka pas FBI janë bërë. Drejtësia amerikane ja ka bërë pyetjet, por ajo që nuk I rënë, domethënë u anashkalua apo u bë, por nxjerrja nga departamenti I drejtësisë e I dosjes I publikuar në mënyrë publike që s'kishte bërë vakina I herë që departamenti I drejtësisë në Amerikë botonte një dosje e cila nuk ishte në gjykim, tregonte hapur që ky do përfundonte në këtë lloj gjendje, pra do thirrësh se s'bën, nuk e di pse u zgjat për politikat e tyre, por nuk di se si I kanë domethënë mënyrat e hetimit të veprimit janë ndryshe nga ato tonat. Këtë po e shohim edhe me veprimet që bën SPAK-u, që tashmë bën veprime të ndryshme, nuk është më ai SPAK-u që vepron në atë formë. Kështu që sot ka dalë ky lajm që
me dati se të shkoka. Mua për vete, unë nuk e kam parë në Ramën jashtë objektit të drejtësisë amerikane apo të drejtësisë shqiptare. Jo më kot kam thënë që gjithë grupet kriminale, droga, korrupsioni, të gjitha shkojnë në një pikë tek ajo që quhet Edvin Rama, por që unë kam cilësuar gjithmonë që ka ndërtuar mafia në shtet dhe në asnjë mënyrë nuk e kam pranuar kurrë ta quaj narkoshtet, por kam thënë gjithmonë ka ndërtuar mafia në shtet dhe kjo mafia shtet tashmë do shkërmoqet, do bjeri, se nuk ka rrugë tjetër, domethënë i gjithë korrupsioni që është bërë, gjithë droga që kalon, është pavarësisht se Rama u mundua me Sazanin, t'i fali Sazanin, t'i bëj, por po të veshër edhe tërheqja e Kushnerit ishte pikërisht në fund vitin e vitit kaluar, u tërhoq nga Sazani, pra bëri një pezullim, solli një shkres nga data 25, ndoshta nuk kujtohet mirë, ka sjell një kërkesë ku u tërhoq nga Sazani, nga investimi në Sazan, bëri një pezullim, domethënë deri në fundin e gjashtë, duke pas parasysh ky person është në hetim, domethënë, apo do merret në hetim, kështu që e la pezullet ai. Dhe kjo tërheqje që bëri Kushteri dhe ky është një sinjal tjetër, domethënë pozitiv për sa i përket Shqipërisë, jo Ramës, që Rama nuk mund të shmanget më drejtësisë amerikane. Do të ishte ndoshta, nëse do ishte një politikan i mirëfillt, do kishte bërë tërheqjen atë që ju kërkua që të tërhiqesh në mënyrë të qetë dhe nuk e bëri, po vazhdoi me atë kokfocinë e vet me programin që ka Sorosi, se të gjithë ta majtistët pavarësisht se sot edhe Sorosi kur përmendet si Sorosi dikur përmendet komunizëm, sot thon Sorosi, po komunizmi, Sorosi një janë, majtistë janë të gjithë këta, nuk është se ndryshojnë ai gjë të madhe. Por sot ka një emër tjetër, domethënë. Kështu që Rama tashmë do përgjigjet. Unë them i qëndroj prapë asaj që unë kam deklaruar që Rama ka vetëm bilet vajti, nuk ka bilet kthimi. Ta filloj nga fillimi, unë them që Benameta është marrë, është dorëzuar, themi, para drejtësisë, se sa Benameta është arratisur apo tentativa arratisjes, siç thonë, tash duke u iku bëri njërin tjetër. Këtë gjë e kam deklaruar që ditën e parë. Kam deklaruar edhe se nga ka hik, ku ka qëndruar, edhe kur vajti në zbitër, në të njëjtën kohë që gjithë thoshin që është në Greqi, është këtu, është atje, nuk dihet se ku është. Po kjo pak rëndësi ka. Benameta kur u dorëzua me atë të penduar, themi, bashkëpunëtorin e drejtësisë, dhe Benameta ka referuar të gjithë pyetjeve që janë bërë, apo të gjithë dosjet që ishin bërë në Amerikë, Benameta ka konfirmuar apo ka shtuar diçka më shumë, apo mund të ketë hequr diçka nga ato dosje që janë bërë. Kështu që po ta vesh re, edhe intervistat që jep Benameta janë intervista të kontrolluara, nuk janë intervista që Benameta i bën në mënyrë linare. Benameta të gjithë i bën të kontrolluar dhe kjo është ajo që FBI-ja ka përdorur gjithmonë. E ka nxjerrë Benameta për të treguar ato bëmat e Ramës apo të qeverisë të Ramës dhe disa gjëra dihen, disa i konfirmon, pastaj dalin që pas kësaj ndodhin disa veprime nga grupet kriminale, hapet afera, pra bëhet një parapërgatitje nëpërmjet Benameta të ta përduaj një politikën e parapërgatitjes së opinionit publik. Pra për ta informuar opinionin publik para se të ndodhi veprimi. Çka do të thotë, nëse i jepet për tunelin e Llogaras, pavarësisht se ne kemi diskutuar për tunelin e Llogaras, dalja e Benametës si zëvendës se ka zëvendës kryeministët dikur, nuk është njëri i thjeshtë për bën një analizë apo nuk ka fakte. Dalja e Benametës pastaj edhe deklarimi i tij në opinionin publik e bën atë që opinioni publik në momentin që ndodh mos të shokohet, mos të ketë në një shokim të madh, në një gjë të madhe që thotë bubu. Dhe duke diskutuar pastaj opinioni publik, duke diskutuar, duke bërë mediatike, duke diskutuar në për tavolina, pastaj njerëzit arrin të kuptojnë se çfarë dëmi është bërë dhe në momentin që vepron spaku, pastaj absolutisht nuk keni parë, në momentin që vepron spaku nuk ka në një reagim negativ. Ka shi spakut apo në një reagim pozitiv ka shi personit.
pra që thonë, si me thonë, themi atë fjalën gjunaçi apo se ky nuk është i tillë apo nuk është i tillë. Pra bëhet një paraprgatitje terrenit dhe pastaj vepron spaku. Këtë lloj, unë pranaj u kam thënë që spaku ka ndryshuar qasin e tij dhe po bën ato veprimet e tij që në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo. Që të hidhen 3 gjëra dhe pastaj veprohen. Se gjithmonë kanë qenë të infiltruar, kanë qenë rrjedhje informacioni, kurse këta nuk e kanë këtë lloj problemi, nuk e kanë se gjën e kanë kontroll. Gjën, duke pasur gjën kontroll, ata e dinë shumë mirë, sepse dinë shumë mirë dhe lidhet që janë. Për shembull, në opinion publik nuk mund të pranohet që shefi i policisë, që është më i madh i policisë dhe të jetë i implikuar, por Proda për shembull ju mor telefonin, pas askush nuk tha që pse u mor telefonin këtij personi. Po të gjithë thanë që po, policia është e implikuar me krimin dhe me drogën. Kështu që ai çfarëdo që thotë Benameta sot, duhet ta shihni në atë pikën që është ajo pika që e shtrohet rruga përpara. Hidhet djerzhavori dhe pastaj hidhet asfalti. Edhe me Benameta këtë lloj politike kanë bërë. Kështu që çfarë do të thotë nuk ka se çfarë thotë Benameta, nëse do marrim nga pikpamja pastaj politike, nuk ka apo korruptive, nuk ka çfarë thotë ndonjë gjë më të madhe. Sepse dozit ku janë përfshirë të gjitha është edhe Benameta, ja, vetë personi Benameta. Pavarësisht se Benameta mundohet të justifikohet. Ta përdori këtë si justifikim për veten e vet, por tek e fundit edhe ai në dosjen e tij, në këtë dosje është emri i tij, mos harrojmë këtë asnjëherë. Pra Benameta nuk është një njeri i pastër që po del dhe po tregon. Benameta është në kupolën e këtyre, është brenda këtyre dhe duke qenë brenda këtyre, ai di shumë gjëra, lëvizje apo se ku ja bër pazare dhe ku kanë ikë lekët. Por jo se Benameta është një njeri i pastër dhe po del tash para shqiptarëve dhe po deklaron, po bën denoncime të Benametaj dhe vetë është i pastër. Absolutisht jo. Unë kam dëgjuar intervistën e Benametaj, qoftë edhe për Bukën Shah, ku unë e di mjaft mirë, korrupsionin që ka bërë Benametaj. Atë që Benametaj e firmosi privatizimin dhe 2 ditë para se të largohej nga posti i zëvendës kryeministit, ministri i financave, Benameta, megjithëse kishte 2 vjet që i kishte bërë, domethënë kishte shpallë Shani, apo kishte dhënë pronën, mas 2 vjetësh Benameta e bën firmos për ta zhbërë, domethënë veprimin që kishte bërë. Një veprim absurd. Dhe kjo është një spak. Po Benameta mundohet ta trajtoj si gjë që unë nuk kam gjë, pra ato duart e pastra. Ishte si dakor, se ta gjithë me duart pastra, ne edhe Rama është me duart pastra, ju e patë edhe Akshin e Nxorri me duart pastra. Edhe Belinda Balluku me duart pastra. Gjithë me duart pastra janë këta. Po çuditërisht të gjithë vjetët i kanë bërë këta. Thash, Benameta është pranuar nga FBI-ja, është pranuar që të jetë bashkëpunëtor për të konfirmuar apo për të dhënë disa detaje më tepër, më të hollësishme, që mos ketë brum shumë, themi ne. Tjetë ajo esenca. Dhe Benameta këtë e ka bërë. Unë nuk presë do thotë një gjë të madhe. Benameta nuk e ka përmendur ndonjëherë që thotë Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Rama është komandanti i gjithë, gjitha fijet shkojnë tek Rama. Dhe unë kam qenë pjesë e këtij. Ky është pastaj nëse ti do t'i bësh nder këtij populli, duhet të thuash, unë kam qenë pjesë e kësaj mafie. Po sot hika. Për këtë arsye, se Benameta nuk hiku për arsye ideologjike. Po e hoqe Rama për arsye të veta, prishje pazaresh. Këta janë thjesht prishje pazaresh. Megjithatë, thash, është ajo pjesa që bën politika amerikane bën këtë, shtron rrugën pastaj bën veprim. Dhe opinioni publik e pret, jo si bom, jo si gjë që pse u arrestu ky. Se asnjëri si shkotet me që Belinda Balluku do arrestohet. Po më duket se në këto intervista kemi bërë ne para Benametet për sa i përket tunelit. Por, patjetër, duke qenë posti i zëvendës kryeministrit, i jep më tepër akses fjalës Benametet, patjetër.
Plus edhe media, televizionet që fillojnë edhe bëjnë propagandën. Se kjo është e keqja në Shqipëri. Që këta e kanë poshtë mreti, rrof mreti. Nga frujera, ne shkojmë, fillojmë pastaj edhe kthehen. Nëse ti veshër gjithë njerëzit e Sorosit sot, megjithëse i kanë shërbyer apo vazhdojnë që shërbejnë, vazhdojnë financiuar nga Sorosi, dalin dhe bëjnë sikur janë kundër Sorosit. Pse? Për të qenë lojë. Për të qenë në lojë. Dhe mendojnë se Amerika e ha këtë lloj, themi këtë lloj paçavure që bëjnë këta, që duan ta quajnë veten politikanë, se politikanë janë kurrë. Kështu që Benham Hedda do japi një intervistë për mua, nuk ka ndonjë, nuk e di se a do të tregoj Benham Hedda se sa miliarda euro janë pahajt në emër të Ramës, të Vučićit. Do ta nxjerrë. Do nxjerrë sekuestrimin që ka bërë FBI në Amerikë. Unë po them Ramës, po janë edhe të tjerët. Se ka qenë ministri financave, e ti shumë mirë se ku kanë shku lekët. Në gjithatë, do të shohim çfarë do thot në një gjë. Inshallah s'merret me plakat e brejtë e Ariolës, që dy se çfarë nga parrohet.